Pas një denoncimi ku spekuloi se një grup vajzash kishin gjetur në malin e Dajtit një varr të sapo bërë që i përkiste një fëmijë të vogël, rasti më në fund ka marrë një sqarim. Në videon e publikuar, shihej që sipër varrit gjithashtu ishte vendosur një kapele ngjyroz, detaj që ngrinte akoma më shumë dyshimet se i përkiste një njeriu. Në fakt, varri nuk i përket një fëmije, por një qeni, të cilin pronari ka vendosur ta varros në pyll pasi kishte ngordhur nga një sëmundje. Në reagim, pronari i qenit ka bërë me dije se qeni ka ngordhur më datë 29 mars për shkak të një sëmundjeje dhe se zgjodhën një vend në Dajt për ta varrosur. Sa i përket kapeles të vendosur mbi varr, ata kanë sqaruar se ishte një batanie që përdorën për ta mbuluar. Përshëndetje, ky është qeni im Pablo, ndoroi jetë më 28 mars 2025 si pasojë e një sëmundjeje. Kam video të momenteve të tij të fundit, të cilat i ka konfirmuar edhe veterineri. Për arsye se qeni ndoroi jetë në mesnatë, shkova në Dajt dhe për shkak të mungesës së ndriçimit, zgjodha vendin më të përshtatshëm që gjeta për ta varrosur. Mbulesa që disa mund ta kenë keq kuptuar si kapele, është në fakt një batanie që përdora për ta mbuluar me respekt për herë të fundit. Kafshët janë pjesë e familjes për shumë prej nesh, por në fund nuk kemi asnjë zgjidhje se ku t'i varrosim me dinjitet, thuhet në reagim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.